në momentin e fundit po mendoj për futsalin, ka ardhur një lajm shumë i mirë që në lojrat mesdhetare dhe po ashtu ato që do të mbahen këtu në Kosovë, në Prishtinë, do të jetë si disiplinë edhe futsalli për herë të parë në këto lojra. Mendoj që do të jetë një promovim shumë i mirë i futsallit të Kosovës, duke ditur që kemi qenë të na shkaluar për shumë kohë medialisht, pasi që përvoja dhe sukseset nuk na ka munguar, mirë po mendoj që ky do të jetë një hap i madh i promovimit të futsallit të Kosovës dhe dëshmije që ajo kemi folur ndër vite, jo vetëm unë po dhe kolegët e mi më herët që vetëm e kanë themeluar dhe kanë mbajtur gjallë futsallin për vite, që ky sport është sport nacional në Kosovë dhe duhet të trajtohet më mirë dhe të ketë përkrahje institucionale sa më shumë. Unë mendoj që hap dyert shumë të mëdha për futsallin, është një ngjarje shumë e rëndësishme edhe mendoj që ka me qenë një pasqyrë e mirë për futsallin e Kosovës. Është ngjarje shumë e rëndësishme që të tregojmë botës që edhe ne jemi këtu në mesin e gjithë shteteve të Evropës dhe të botës që tregojnë cilësi dhe kualitet të lartë. është lajm shumë i mirë. Pas një lajmi, themi mega lajm që jemi organizator të lojrave mesdhetare, kjo është një lajm posaçërisht për njerëz që kanë qenë të involvuar, po mendoj në futsal. Rastësisht që futsalli zyrtarisht është luajtur një kohë të gjatë në Kosovë, po zyrtarisht ka filluar në 2008 me vitin e pavarësisë së Kosovës, edhe futsalli në Kosovë ka moshën e Republikës Kosovës, po edhe vitin e themelimit në shkurt u shpallur pavarësia, kurse në nëntor kanë filluar kampionati zyrtar i futsallit në Kosovë. Kemi fatin, kum pas fatin që të jem po mendoj në ekipën që kemi ekipën e themelimit futsallit. Futsalli ka marrë kohën e vet, kemi refer me sistem ndërkombëtare, kemi ekipe që marrin pjesë në kampionatet organizuara nga FIFA dhe UEFA, kualifikime për kampionate botërore, kampionate evropiane, Champion League, lun kampioni i Kosovës në ligën dhe kësaj game ju plotsu mendoj edhe pjesëmarrja në lojrat mesdhetare.